Në prag të zgjedhjeve të përsëritura lokale të 11 janarit, kandidati i koalicionit Vlem për komunën e Gostivarit, Nevzat Beta, ka vazhduar me akuza ndaj kundër kandidatit Valbon Limani dhe oponentëve politik. Edhe sot Beta ka zbuluar një dokument që sipas tij dëshmon keqpërdorim të rënd të buxhetit të komunës së Gostivarit. Sipas Betës, mjetet publike janë shpenzuar për mbushjen e gropave në rrugë, ndërkohë që në terren nuk ka pasur punime reale dhe askund nuk duken rezultatet. Sipas tij, këto dokumente tregojnë që shpenzimet janë bërë, parat janë harxuar, por gjendja faktike në rrugë flet ndryshe. Shton se kjo është përgjegjësi direkte institucionale dhe dikush duhet të jap llogari për çdo euro të shpenzuar. Tenderin e kanë bërë 700.000 euro. Asnjëherë nuk është bërë as rikonstruimi, as rehabilitimi në ndonjë rrugë, qoftë në fshat, qoftë në qytet. E nënshkruar është nga Valbon Limani. Kompania e tjera e ka marrë punën. Është kompani nga Shkupi. Mirë me mend për t'i sjellur mjetet edhe punëtorët për të bërë rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve në komunën e Gostivarit duhet shumë kohë. Ata asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk i kanë parë rrugët. Këtyre akuzave nuk i është përgjigjur as Valbon Limani e as partia të cilës i përket. Megjithatë, në lidhje me akuzat e mëhershme, 2 ditë më parë, përmes një reagimi, Arben Taravari po edhe Aleanca Kombëtare për Integrim i kanë kujtuar Betës investimet milionshë të bëra në Mavrov dhe Rostush dhe keqpërdorimet e bëra, po edhe shitjen e tokës shtetërore në Gostivar. Gjatë qeverisjes Beta, aso kohë nga AKI, thanë se ky është reagimi i tyre i parë dhe i fundit ndaj këtij kandidati, të cilin ata e vlerësojnë si të komprometuar.